Në ambientet e galerisë së Bibliotekës Publike Thimi Mitko në Korçë, u hap ekspozita personale e piktores Diana Xhaçi, e cila sjell për publikum 42 punime, ushtuar peizazheve, ngjyrave dhe atmosferës së Devollit. Artistja e njohur për qasjen e saj ndaj natyrës dhe detajeve autentike të krahinës, thekson se pikërisht aty gjen frymëzimin e saj më të madh. Kam punuar 1 vit e gjysmë me pasion, me guxim, me vështirësi, dhe mendova se realizova. Janë 42 pikturat paraqitura në këtë ekspozit. Pikturat e mia flasin vetë. Është Devolli me një natyrë të mrekullueshme, është Devolli që flet nëpërmjet emocionit tim të brendshëm. Teknika që përdoru në pikturë është jam ekspresive, punoj me bojvaj. Atë që ndjej me njeri e shpërthej në pikturë. Artistja thekson se natyra e Devollit është burimi i saj kryesor i frymëzimit dhe se çdo tablo mbart ngjyra e emocione të veçanta. Devolli jo që ka një natyrë të bukur, por është dhe një vend turistik, ku është Arza, Sinica, kemi Dardhën, kemi Prespën e vogël, kemi Oçishtin, një fshat shumë i bukur. Po unë gjithandej kam dalë. Kënaqje me natyrën e Devollit është një art më vete. Nuk është natyrë e thjesht, po është art. Ekspozita është pritur me interes nga vizitorët duke u kthyer në një udhëtim emocional përmes telajos, ku Devolli shfaqet si burim ngjyrash, refleksionesh dhe memoriesh të gjalla.